Tani ja mora ilaçet nëns, dje, por nuk ja kam marrë krejt. Kjo kallimi, këto duhen krejt terapia. Kjo është historia e trisht e familjes Braçaj në fshatin Oblik, që jeton mes mirimit dhe varfëria është ulur këmbkryq. Përveç varfërisë ekstreme në të cilën jetojnë, nëna 83 vjeçare dhe vajza e saj 50 vjeçare përballen edhe me sëmundje të rënda, të cilat bëjnë që nëna të mos lëviz, ndërsa vajza nuk është në gjendje pune për shkak të problemeve shëndetësore, megjithse i duhet të kujdeset për nënën e paralizuar. Përballë këtij realiteti, instancat shtetërore kanë zgjedhur të mbyllin syt. Drita Braçaj thekson se vetmja ndihmë për familjen e saj është pensioni minimal i nënës së paralizuar. Unë kam ankohë gjithkohë, shtyllën korrizore, zemrën, e eshket e krejt, jam kene paralizume, unë e gati 1 vjet. Pa të nuk kem gjenje për punë? Ja, nuk kem gjenje për punë. E operacion jam kene ba, në kam jam kene ba operacione. Në fjallë për punë s'kam, marrje me në shkame, unë shkoj. Kur merren mend unë s'kam si me punu. Cilat janë tonat e familjes tuaj? Jeta, pensioni i saj. Edhe kush na animon, shoqënia, kush na animon veç. Me një pension tonë si tonë 2 veta bashkë? Po, Sa e vështirë është? shumë e vështirë. Peshin i vetë, kam që me thanë. Braçaj thot se pensioni i nënës nuk del as për blerjen e ilaçeve të domosdoshme për kurimin e tyre. Ka nevojë shumë, peshin i vetë, nuk mundu me shpjegu. S'di kam janis. Shihni vetë, nuk di kam janis. S'di kam janis. As parën as punit e shihni vetë, s'kam që me thanë. Unë marrë shumë me bo me marrë ilaçet kënena, marrë shumë me mbajnë kënena, ja, i 150.000, po a nena i marrë me ashtu, me spital, me fjallë spitalin e kam falë a nena. 150.000, si mora gjysën, 120.000, 130.000, mja marrë krejt. Edhe pse vajza ka trokitur në derën e institucioneve për të kërkuar ndihmë për gjendjen e familjes, institucionet kanë zgjedhur heshtjen kundrejt veprimit. Për herë të funit kam trokit kur ka kena në paralizume para 3 vjetëve. Krejt e thashun e vërsa për ilaçe, diçka ose për diçka veç një. Kam thënë nuk ajo ka pensionin e kooperativës edhe nuk mundet. Kam kërkohë nimen komunën, kam thënë se s'kena fonde. Nishtu. Që me bo. Nuk merren nim ekonomike as ti as nëna? Ja, Po ken? ja. Familja Braçaj ka nevojë për ndihmë urgjente për përballimin e kushteve të vështira në të cilat jeton çdo ditë.